Princi Harry është rikthyer në Mbretërinë e Bashkuar për të promovuar Laureat Invictus, aktivitetin sportiv që ai themeloi për veteranët e plagosur dhe të lënduar gjatë shërbimit ushtarak. Gjatë një aktiviteti në Londër, Duka i Sussexit tha se ata që kanë shërbyer vendin e tyre meritojnë më shumë se sa mirënjohje. Sipas tij, veteranët duhet të kenë mundësi për të rindërtuar jetën, për të gjetur një qëllim të ri dhe për të ndjerë respektin e shoqërisë edhe pas përfundimit të karrierës ushtarake. Laureat Invictus të vitit të ardhshëm do të zhvillohen në Birmingham dhe pritet të mbledhin pjesëmarrës nga shumë vende të botës. Megjithatë, vizita e princit po zhvillohet në një moment të vështirë për të. Po këtë javë, gjykata e lartë britanike vendosi kundër Harryt dhe disa figurave të tjera publike që kishin akuzuar botuesin e Daily Mail për sjellje të paligjshme dhe shkelje të privatësisë. Princi ka zhvilluar prej vitesh betejë ligjore me median britanike, duke akuzuar atë për abuzim me pushtetin dhe për ndërhyrje të vazhdueshme në jetën e tij private. Harry ka thënë shpesh se e konsideron luftën kundër disa mediave si një detyrim politik, ndërsa ka lidhur presionin mediatik edhe me tragjedin që i mori jetën nënës së tij, princeshës Diana, në aksidentin e Parisit në vitin 1997. Ndërkohë, Meghan Markle dhe 2 fëmijët e çiftit nuk do ta shoqërojnë në Londër. Sipas mediave britanike, planet e udhëtimit u anuluan pasi kërkesa për mbrojtje policore nuk u miratua. Pavarësisht aktiviteteve bamirëse që pritet të zhvillojë gjatë vizitës, vëmendja publike mbetet e përqendruar te humbja e tij në gjykatë, e konsideruar një nga disfatat më të rëndësishme në betejën e gjatë të princit me shtypin britanik.